Në prag të Krishtlindjes, një grua e lodhur pastron dyshemen e një ndërtese luksoze, ndërsa vajza e saj vështron me mahnitje dritat e pemës. Pa e ditur, një biznesmen i vetmuar dëshmon skenën dhe preket thellë nga ajo ëmbëlsi mes mungesës. Gjestin që ai bën më pas ndryshon. Jo vetëm atë natë, por të gjithë rrjedhën e jetës së të dyjave. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton. Dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Arta kaloi dorën e lodhur mbi ballin e djersitur ndërsa vëzhgonte pasqyrimin e shtrembëruar në dyshemen e sapo lustruar të hollit. 23 dhjetor, pothuajse mesnat, dhe ajo ishte ende aty në gjunjë, duke fërkuar dyshemen e ftohtë prej mermeri italian të ndërtesës më luksoze në zonën e bllokut. Godina e Leka Investime ishte e njohur për arkitekturën e saj madhështore, xhamat pasqyrë që reflektonin qiellin e Tiranës dhe një hol hyrjeje që i ngjante më shumë recepcionit të një hoteli me 5 yje. Gjunjët i dhimbnin. Shpina i digjte. Duart të skuqura dhe të ashpra nga kontakti i vazhdueshëm me produktet e pastrimit i dridheshin nga lodhja. Arta ishte 32 vjeç, por pasqyra e banjës zakonisht i kthente imazhin e dikujt të paktën 10 vjet më të madhe. Jo se ajo kishte kohë të shihej në pasqyrë me vëmendje. Rutina nuk lejonte vanitet, vetëm mbijetesë. Në anën tjetër të hollit, ulur në një nga divanet prej lëkure bezh pranë pemës së Krishtlindjeve, Besa tunte këmbët e saj të holla në ajër. Vajza 5 vjeçare kishte veshur një fustan roz të zbehtë, të arnuar me kujdes në fund, dhe një palë sandale që ishin bërë të vogla prej muajsh. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi në atë moment. Sytë ngjyrë kafe të fëmijës shkëlqenin të fiksuar pas dritave vezulluese të pemës së zbukuruar, pas çdo topi me ngjyra, pas çdo shiriti të artë që stolisnin degët. Arta pa të bien dhe ndiu një shtrëngim në gjoks. Ajo vajzë nuk e meritonte këtë. Nuk e meritonte të kalonte pragun e Krishtlindjeve duke pritur të ëmën të mbaronte turnin, ulur në një hol të akullt, me urinë dhe gjumin e grumbulluar. Besa duhej të ishte në shtëpi, duke fjetur e qetë, duke ëndërruar për babagjyshin, duke u zgjuar të nesërmen në mëngjes për të hapur dhuratat. Por realiteti i artës nuk kishte vend për ëndra roz. Realiteti kishte vend për fatura të prapambetura, drita të papaguara, qira të vonuar dhe frigoriferin bosh që i priste në dhomën e vetme me qira në kombinat. Përgjegjësia i kishte liruar të gjitha punonjëset e tjera më herët atë natë. Në fund të fundit ishin Krishtlindje. Por Arta doli vullnetare për të qëndruar. Turni shtesë nënkuptonte disa lekë më shumë në fund të muajit, dhe ajo kishte nevojë dëshpërimisht për çdo qindar. Kishte menduar ta linte Besën me fqinjën, teze Meritën, por zonja e moshuar tashmë po kujdesej për 3 nipër dhe Artës nuk i bëri zemra t'i kërkonte edhe këtë favor. Kështu që solli të bien. Besa qëndroi e urt gjatë gjithë kohës, siç bënte gjithmonë. Vajzë e bindur, e pjekur para kohe. Ndonjëherë Arta e kapte veten duke menduar se i kishte vjedhur fëmijërinë së bijës. Ndërsa fëmijët e tjerë luanin, Besa mësonte të heshte, të duronte, të priste. Arta fërkoi me më shumë forcë një njoll kokfort në dysheme. Zhurma e leckës së lagur mbi mermer bënte jehon nëpër hollin e zbrazët. Jashtë, bulevardi, dëshmorët e kombit, ende kishte lëvizje. Makina kalonin me nxitim, njerëz ktheheshin nga blerjet e minutës së fundit, dritat e Krishtlindjeve zbukuronin vitrinat e dyqaneve. Por brenda asaj godine, kishte vetëm heshtje, erën e detergjentit dhe lodhjen që i rëndonte Artës mbi supe si një thes me çimento. Besa lëshoi një gogësim të vogël dhe Arta ndjeu një therrje në zemër. Ishte pothuajse mesnatë dhe vajza ishte zgjuar në 6 të mëngjesit. Duhej të iknin shpejt. Por Arta ende duhej të pastronte banjën e katit të 10 dhe të lante me leckë të lagur shkallët e emergjencës. Edhe një orë, llogariti. Ndoshta një orë e gjysmë. Vajza u ngrit nga divani dhe eci drejt pemës. U ngrit në maj të gishtave duke u përpjekur të kapte një top të kuq që varej në një deg të ulët. Gishtat e vegjël e prekën lehtë zbukurimin, duke e bërë të lëkundej dhe të reflektonte dritat shumë ngjyrëshe. Bia ime, mos e prek, tha Arta me zë të ulët, pa e ngritur zërin. Nuk na lejohet të prekim gjërat këtu, e mban mend? Besa e tërhoqi dorën menjëherë, por vazhdoi ta shikonte pemën me atë shkëlqimin në sy.
Mami, a nuk mund t'i kalonim Krishtlindjet këtu? Pyeti vajza me zërin e hollë dhe të lodhur. Artës i u bë një lëmsh në fy. Si? Këtu, përsëriti ajo, duke u përpjekur të fitonte kohë për të kuptuar se çfarë donte të thoshte e bija. Po, mami. Këtu ka pemë, ka drita të bukura, ka edhe ushqim, Besa tregoi me gisht koshin e plerave pranë banakut të recepcionit, ku Arta e dinte se kishte mbetje të kripurash nga festa që ishte bërë më herët atë ditë. Mund të qëndronim këtu. Do të ishte bukur. Fjalët e vajzës, të thëna me kaq pafajësi, me kaq lehtësi, e goditën Artën si një grusht në stomak. E bija po i sugjeronte të kalonin Krishtlindjet aty, në një godinë zyrash, sepse në shtëpi nuk kishte asgjë. As pemë, as darkë, as ushqim të mjaftueshëm. Arta e lëshoi leckën në dy sheme dhe u ngrit me vështirësi, ndërsa kyçet i protestonin. Eci deri te Besa dhe u ul në gjunjë para saj, duke i mbajtur supet e holla të vajzës me delikatesë. Dashuria ime, do të shkojmë në shtëpi shumë shpejt. Dhe do të jetë bukur edhe atje, do ta shohësh, gënjeu Arta, duke sforcuar një buzëqeshje. Ne bëjmë festën tonë, në rregull. Por ne nuk kemi pemë, tha Besa, jo me trishtim, por me pranimin e dikujt që tashmë e ka mësuar se dëshirat janë luks i paarritshëm. Dhe nuk kemi gjel deti, as panetone. Arta e gëlltiti pështymën. Kishte bler një pako makarona dhe një kuti salcë domatesh. Kjo ishte e gjitha. Do të ishte darka e tyre e Krishtlindjeve. Kishte menduar të bënte diçka të veçantë me to, ndoshta të skuqte disa vezë për t'i shoqëruar, por e dinte se nuk do të mashtronte askën. Besa e njihte realitetin po aq mirë sa ajo. Ne e bëjmë darkën tonë në mënyrën tonë, përshpëriti Arta, duke i puthur ballin së bijës. Dhe e di se çfarë ka më shumë rëndësi për Krishtlindje? Nuk është ushqimi, nuk është pema. Është të kesh pranë ata që do dhe unë të kam ty, thesari im. Ti je dhurata ime më e mirë. Besa buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e vogël që nuk i arrinte në sy. Vajza e përqafoi të ëmën fort dhe Arta mbylli syt, duke luftuar me lotët që këmbëngulnin të dilnin. Pikërisht në atë moment, ashensori në cep të hollit lëshoi një tingull metalik dhe dyert u hapën. Arta ndjeu të gjithë trupin t'i tensionohej. Nuk duhej të kishte njeri në godinë në atë orë. Roja i sigurisë tashmë e kishte bërë patrullimin e fundit. Sistemi i alarmit do të aktivizohej së shpejti. Ajo u kthye, ende e përqafuar me Besën, dhe pa një burr që dilte nga ashensori. I gjatë, me supe të gjera, një kostum të errët pa asnjë rrullë, kravatë të liruar, flokë të zinj me disa fije të thinjura në tëmtha. Ai mbante një çantë lëkure ngjyrë kafe dhe kishte një shprehje të lodhur në fytyrë. Duhej të ishte rreth të 40-tave, ndoshta 50. Fytyra kishte tipare të theksuara, një nofull të fortë, por kishte diçka në sytë e tij, një ftohtësi, një distancë, sikur të ishte gjithmonë diku tjetër, edhe kur ishte i pranishëm. Arta u ngrit me shpejtësi, duke e tërhequr Besën pas vetes në një gjest instinktiv mbrojtjeje. Më falni, zotëri, ne po iknim, tha ajo me nxitim, me zërin që i dridhej. Vetëm sa të marr gjërat e mia dhe. Burri ngriti dorën, një gjest i lehtë që ajo të pushonte së foluri. Nuk ka nevojë të ikni, tha ai, me zërin e thellë dhe të qetë. Unë harrova një çantë dhe u ktheva ta marr. Ju punoni këtu? Unë punoj, po, zotëri. Jam nga stafi i pastrimit. Thjesht po mbaroja turnin, shpjegoi Arta, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Kjo është vajza ime, Besa. Më falni që e solla, por sot ishte prag Krishtlindjesh dhe. Ajo nuk pati nevojë ta mbaronte fjalinë. Burri e shmangu shikimin nga Arta dhe u fokusua te Besa, e cila po përgjonte e turpshme pas së ëmës. Pati diçka të çuditshme në atë shikim. Një ndryshim delikat në shprehjen e tij, sikur një derë e mbyllur prej kohësh të ishte hapur vetëm një të qarë. Genc Leka ishte pronari i asaj godine, i asaj kompanie, i asaj perandorje financiare që kishte zyra në 5 qytete të Shqipërisë. Ai e kishte ndërtuar gjithçka vetë, që nga kredia e parë bankare e refuzuar deri te suksesi që e vendosi mes biznesmenëve më me ndikim në Tiranë. Por suksesi kishte ardhur me një çmim. Një çmim tepër të lartë. Ai kishte humbur vëllain e tij më të vogël, Arbërin, në një aksident me makinë 10 vjet më parë. Arbëri ishte gjithçka që Genci nuk ishte, i shpenguar, ëndërrimtar, plot jetë. Humbja theu diçka brenda Gencit, diçka që nuk u ndreq më kurrë.
Pas kësaj, pati një martesë që u fundos kur ai zbuloi se gruaja e tij kishte një lidhje me ortakun e kompanisë. Tradhtia nuk i dhimbsej aq sa duhej. Në fakt, Genci mezi ndjeu diçka. Ishte sikur aftësia për të ndjerë të ishte varrosur bashkë me arbërin. Që atëherë, Genci jetonte vetëm në apartamentin Papafingo të godinës së tij. Një apartament 300 metra katror i dekoruar nga një arkitekte me emër, me pamje panoramike të qytetit. Por apartamenti ishte i ftohtë, i zbrazët, një hapësirë ku ai flinte pak orë natën dhe pjesën tjetër të kohës e kalonte duke punuar. Nuk kishte miq. Nuk kishte familje. Kishte vetëm shifra, investime, mbledhje dhe një vetmi që kishte mësuar ta injoronte. Por atë natë, kur pa atë grua të raskapitur në gjunjë në dyshemen e hollit të tij dhe atë vajzë të vogël që shikonte pemën e Krishtlindjeve me një përzierje magjepsieje dhe dorëheqjeje, diçka brenda tij u drithërua. Ai nuk kishte ardhur në godinë për të marrë asnjë çantë. Në fakt, kishte zbritur nga apartamenti sepse nuk e duronte dot më heshtjen. Kishte zbritur sepse ishin Krishtlindje dhe ai ishte vetëm, si gjithmonë, por këtë herë vetmia i rëndonte më shumë se zakonisht. Dhe tani ishte aty, përballë asaj skene që dukej si e dal nga një film. Nëna që mbronte të bien, të dyja që e shikonin me një përzierje respekti dhe frike. Ai donte të thoshte diçka, por nuk dinte çfarë. Kishte kaq shumë kohë që nuk fliste me dikë vërtet, pa folur për biznes, për kontrata, për përqindje. A keni ngrënë darkë? Pyeti Genci pa pritur, duke befasuar veten. Arta rudhi syt, e hutuar. Si? A keni ngrënë darkë? A keni ngrënë diçka sonte? Arta hezitoi. Ne do të ham kur të shkojmë në shtëpi, gënjeu ajo, por zëri i doli shumë i dobët për të qenë bindës. Genci e pa përsëri besën. Vajza kishte sytë e mëdhenj dhe të lodhur, fytyrën e dobët, rrobat e vjetra. Ai nuk kishte nevojë të pyeste më. E dinte saktësisht se çfarë i priste kur të shkonin në shtëpi. Të njëjtën gjë që nuk e priste, asgjë. Unë banoj në katin e fundit, tha Genci, duke treguar tavanin me gishtin e madh. Kam ushim që më ka tepruar nga një darkë që ma sollën më herët. Do ta hidhja të gjithën. Nëse doni, mund të ngjiteni lart dhe të hani diçka. Janë Krishtlindje, në fund të fundit. Arta mbeti e paralizuar. Ajo nuk e njihte atë burr. E dinte se ishte i rëndësishëm, se ishte pronari i kompanisë, por kur nuk kishte folur me të më parë. Dhe tani ai po e ftonte atë dhe të bien për darkë në apartamentin e tij? Dukej çmenduri. Dukej e rrezikshme. Ju faleminderit shumë, zotëri, por ne duhet të ikim. Është bërë vonë dhe... Ju lutem, e ndërpreu Genci dhe kishte diçka në zërin e tij, një sinqeritet i papërpunuar që e bëri Artën të pushonte së foluri. Nuk do t'ju bëj asgjë të keqe. Thjesht nuk doja ta hidhja ushimin. Dhe ju duket se keni nevojë. Përveç kësaj, ai pa besën, janë Krishtlindje. Askush nuk duhet t'i kaloj Krishtlindjet i uritur. Arta pa të bien. Besa i kishte sytë të ngulitur te burri, kurioze por jo e friksuar. Vajza kishte një instinkt të mirë për njerëzit, gjithmonë e kishte pasur. Dhe Arta e dinte se nuk kishte zgjidhje, në të vërtetë. E dinte se Besa ishte e uritur, se në shtëpi nuk kishte asgjë përveç makaronave pa shije. E dinte se ishte tepër e raskapitur për të bërë rrugën e gjatë deri në shtëpi atë natë. Ajo mori një vendim. Një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Në rregull, tha Arta me zë të ulët. Pranojmë. Faleminderit. Genci ndjeu një lehtësim të çuditshëm t'i përshkonte trupin. Shkëlqyeshëm. E jani. Ai u kthye te ashensori dhe e mbajti derën hapur duke pritur. Arta e kapi Besën për dorë dhe të dyja e ndoqën duke hyrë në ashensorin e argjend që ngjitej direkt në Papafingo. Besa ja shtrëngoi dorën së ëmës fort, por nuk dukej e friksuar. Dukej, në fakt, pak e emocionuar. Genci shtypi butonin e katit të fundit. Ashensori u ngjit në heshtje, vetëm zhurma e butë e motorit dhe muzika instrumentale që luej në altoparlant. Genci pa pasqyrimin e tyre në pasqyrën e ashensorit. Nëna kishte fytyrën e tensionuar, të shënuar nga dyshimi dhe lodhja. E bia kishte sytë e zgurdulluar, plot pritshmëri. Kur dyert u hapën, Artës gati sa nuk i iku fryma.
Apartamenti që u shfaq përpara ishte diçka e dal nga një revistë dekorimi. Dyshe me drurje qelët, tavan i lartë metrar të ekspozuar, një salon i madh me divan të bardh, vepra arti moderne në mure dhe një dritare xhami që shkonte nga dyshemeja në tavan, duke ofruar një pamje spektakolare të bulevardit të ndriçuar. Në cep të salonit, pranë dritares, kishte një pemë krishtlindjesh gjigante, e zbukuruar me topa të argjend dhe të artë, shirita të kuq dhe drita të bardha që vezullonin butësisht. Në pemë nuk kishte dhurata, por pema në vetvete ishte më e bukur se çdo gjë që Besa kishte parë ndonjëherë në jetë. Wow, mami, shiko, përshpëriti Besa, e mahnitur. Është bukur, apo jo, bia ime, tha Arta, duke u ndjerë krejtësisht e huaj në atë ambient. Ajo kishte pastruar zyra luksoze gjithë jetën, por kur nuk kishte hyrë në një vend të tillë. Kur nuk ishte ftuar të ulej në divan, të prekte gjërat, të ishte aty si njeri, jo si punonjëse e padukshme. Ndihuni si në shtëpinë tuaj, tha Genci, duke hequr xhaketën dhe duke e hedhur mbi mbështetësen e një karrigeje. Do të ngroh ushqimin. Uluni. Arta u ul në cep të njërit prej divanëve, duke e tërhequr Besën në prerë. Vajza nuk pushonte së shikuari gjithçka përreth, me sytë që i shkëlqenin nga magjepsia. Genci shkoi në kuzhinë, një kuzhinë moderne me banak mermeri dhe pajisje elektroshtëpiake prej çeliku inox. Hapi frigoriferin dhe gjeti tabakat që kompania e shërbimit të ushqimit kishte lënë më herët. Kishte porositur një darkë të plot, më shumë për detyrim se sa për dëshirë. Në fund të fundit ishin Krishtlindje dhe ai mendonte se të paktën duhej të kishte ushqim në shtëpi, edhe pse nuk kishte me këtë ndante. Ai i vendosi tabakat në furrë për t'u ngrohur dhe u kthye në salon. Arta ishte ende ulur në të njëjtin vend, e tensionuar, sikur priste që diçka e keqe të ndodhte në çdo moment. Besa, nga ana tjetër, kishte zbritur nga preri i së ëmës dhe i ishte afruar pemës, duke parë zbukurimet me atë të njëjtën shprehje magjepsieje. Mund ta prekësh, nëse do, tha Genci, dhe vajza e pa me habi. Vërtet mundem, pyeti Besa, me zërin plot shpresë. Po. Është vetëm një pemë. Besa e shtriu dorën ngadalë dhe preku një top të ardhë. Topi u lëkund butësisht dhe reflektoi dritën, duke krijuar pika të vogla të ndritshme në mure. Vajza lëshoi një të qeshur të vogël, e kënaqur, dhe Genci ndjeu diçka të çuditshme të ndodhte brenda tij. Një ngrohtësi në gjoks. Një ndjesi që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ai u ul në divanin përballë Artës dhe mbeti duke vëzhguar Besën që luante me zbukurimet. Vajza ishte delikate, e kujdesshme, sikur e dinte se ajo ishte e çmuar dhe nuk donte të prishte asgjë. Si e ke emrin? Pyeti Genci. Besa, u përgjigj vajza, ende duke parë pemën. Por të gjithë më thërasin Besi. Besi. Bukur. Dhe sa vjeç je? 5. Do të bëj 6 në mars. Dhe të pëlqen të shkosh në shkollë? Pati një heshtje. Besa pa të ëmën, e cila e shmangu shikimin. Unë nuk shkoj ende në shkollë, tha vajza me zë të ulët. Genci rudhi vetullat. Si kështu? Arta lëvizi e parehatshme në divan. Nuk kam arritur t'i gjej një vend ende, tha ajo, me zërin e ulët dhe plot turp. Shkollat publike afër shtëpis janë plot. Ja kam vënë emrin në listë, por ende nuk e kanë thirrur. Genci nuk tha asgjë, por bëri një shënim mendor. Një fëmijë 5 vjeçar që duhej të ishte në shkollë dhe nuk ishte. Edhe një provë tjetër e realitetit të ashpër që ato të dyja përballonin çdo ditë. Komatësi i furrës ra dhe Genci u ngrit. Do të sjell ushqimin. Ai u kthye në kuzhinë dhe përgatiti pjata me copa gjeli deti të pjekur, përshesh, oriz, sallatë ruse dhe feta panetoneje. I vendosi të gjitha në një tabaka dhe i çoi në sallon, ku i rregulloi pjatat në tryezën e ngrënies prej xhami. E jani të hani, tha ai. Arta dhe Besa ju afruan tryezës sikur të ishin në trans. Pamja e atij ushqimi, e asaj gostje, ishte diçka që ato nuk e kishin parë prej shumë kohësh. Arta ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh dhe i mbylli shpejt, duke u përpjekur të përmbante emocionin. Ato u ulën dhe filluan të hanin ngadalë, duke shijuar çdo kafshatë. Genci u ul me to dhe hëngri pak gjithashtu, por ishte më i interesuar të vëzhgonte ato të dyja. Shite mënyrën se si Arta përtypej ngadalë, sikur donte që çdo copë të zgjaste sa më shumë të ishte e mundur. Shite se si Besa buzëqeshte me çdo kafshatë, sikur po provonte gostin më të mirë në botë.
Është e shishme, mami, tha Besa, me gojën plodh. Për ty po fillimisht, bia ime, e qortoi Arta butësisht, por edhe ajo po buzëqeshte. A është e mirë, pyeti Genci. Është e mrekullueshme, zotëri, u përgjigj Arta, me zërin që i dridhej. Faleminderit. Shumë faleminderit. Nuk ka nevojë të më thërrisni zotëri. Mund të më thërrisni Genc. Arta tundi kokën, por e dinte se nuk do të mundte. Ishte tepër e çuditshme. Ai ishte shefi, pronari i godinës, dikush nga një botë tjetër. Ajo ishte vetëm pastruesja. Ajo darkë ishte një moment bujarie, por nuk e ndryshonte realitetin e gjërave. Apo e ndryshonte? Besa hëngri derisa nuk mundi më dhe pastaj gogësiu, duke fërkuar syt me duart e vogla. Arta e kuptoi se tashmë kishte kaluar ora 1 e mëngjesit. Më falni, ne duhet të ikim tani, tha ajo, duke filluar të ngrihej. Pritni, tha Genci. Do të merrni autobusin në këtë orë? Po, ka një që kalon në bulevard natën vonë, shpjegoi Arta, megjithse e dinte se do të duhej të ecnin mjaft deri në stacion, të prisnin në rrugën e errët dhe të ftohtë, dhe pastaj të përballonin edhe një ecje tjetër deri në shtëpi. Jo. Do të thëras një shofer t'ju çoj, tha Genci, duke marrë tashmë celularin. Nuk ka nevojë, zotëri, është larg, protestoi Arta. Nuk ka rëndësi. Askush nuk duhet të jetë në rrugë në këtë orë, aq më tepër me një fëmijë. Para se Arta të mund të protestonte përsëri, Genci tashmë kishte telefonuar dhe i kishte kërkuar një shoferi të besuar t'i merrte dhe t'i çonte në adresën që ajo do t'i tregonte. Arta nuk dinte nëse duhej ta falënderonte apo të ndihej edhe më e turpëruar. Po pranonte shumë favore nga një i huaj. Kjo nuk ishte mirë. Por kur pa Besën, të përgjumur dhe të kënaqur, ndjeu se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Të paktën për atë natë, e bia kishte pasur krishtlindje të vërteta. 15 minuta më vonë, ra citofoni. Shoferi kishte mbërritur. Genci i shoqëroi deri te ashensori. Arta e mbajti dorën e Besës fort, sikur kishte frikë se e gjithë kjo do të zhdukej në çdo moment. Faleminderit për gjithçka, tha Arta kur mbërriti ashensori. Ishte shumë bujar nga ana juaj. Asgjë nuk ishte, u përgjigj Genci, dhe ishte e vërtetë. Nuk kishte qenë asgjë. Vetëm ushqim i tepërt dhe një makinë në dispozicion. Por në të njëjtën kohë, dukej sikur kishte qenë shumë më tepër. Dukej sikur kishte qenë diçka e rëndësishme, diçka që ai nuk arrinte ta emërtonte. Besa e lëshoi dorën e së-ëmës për një çast dhe vrapoi te Genci. E përqafoi këmbën e tij fort, duke e shtrënguar fytyrën pas pëlhurës së kostumit. Faleminderit për darkën, tha ajo. Ishte krishtlindja më e bukur e jetës sime. Genci mbeti i paralizuar. Nuk dinte çfarë të bënte. Nuk ishte mësuar me përqafime, me shfaqje afeksioni, me atë lloj lidhjeje njerëzore. Por, me hezitim, vendosi dorën mbi kokën e vajzës, duke i bërë një përkëdhelje të lehtë në flokët ngjyrë kafe dhe të drejtë. Asgjë, Besi, tha ai, me zërin më të butë se sa kishte ndërmend. Arta e tërhoqi të bien, duke murmuruar një kërkesë faljeje, dhe të dyja hyn në ashensor. Dyert u mbyllën dhe Genci mbeti aty, vetëm në korridorin e heshtur, me ndjesinë e çuditshme se diçka kishte ndryshuar. Ai u kthye në apartamentin e zbrazët. Tryeza ende kishte pjatat e palara, mbetjet e darkës, shenjat se aty, për disa orë, kishte pasur jetë. Kishte pasur ngrohtësi njerëzore. Kishte pasur diçka përtej heshtjes. Genci i mblodhi pjatat dhe i çoi në kuzhinë. Qëndroi para lavamanit me duart e mbështetura në banakun e ftohtë, duke parë nga dritarja qytetin e ndriçuar. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu diçka që nuk arrinte ta identifikonte. Nuk ishte saktësisht lumturi, por nuk ishte as zbrazëtia e zakonshme. Ishte diçka në mes. Diçka që dhimbte dhe ngrohte në të njëjtën kohë. Ai mendoi për Besën, për përqafimin e papritur, për fjalët e thjeshta të vajzës. Ishte krishtlindja më e bukur e jetës sime, ajo ishte 5 vjeç dhe ajo kishte qenë krishtlindja më e bukur e jetës së saj. Një darkë e thjeshtë, një pemë e zbukuruar, një moment vëmendjeje. Genci mbylli syt dhe, për herë të parë që nga humbja e vëllait, i lejoi vetes të ndjente. I lejoi vetes të kujtonte se si ishte të ishe i lidhur me dikë. Si ishte të bëhej vonë për dikë. Dhe në atë çast, pa e ditur ende, mori vendimin që do të ndryshonte jo vetëm jetën e Artës dhe Besës, por edhe të tijën.
Ai nuk do ta harronte thjesht atë natë. Nuk do të lejonte që ajo të përfundonte aty. Diçka brenda tij, diçka që kishte fjetur prej vitesh, ishte zgjuar. Dhe tani që ishte zgjuar, nuk do të arrinte më të flinte. Dita e 24 dhjetorit zbardhi e ftohtë në Tiranë. Arta u zgjua e trembur nga zilja e alarmit që ra në 5:30 të mëngjesit, si gjithmonë. Për një çast, ende e përgjumur, mendoi se nata e kaluar kishte qenë vetëm një ëndër. Darka në Papafingo, biznesmeni i sjellshëm, pema e bukur e Krishtlindjeve. Por pastaj pa Besën që flinte pranë saj në dyshekun e hollë të shtruar në dy sheme, dhe vuri re se vajza kishte një buzëqeshje të qetë në fytyrë. Nuk ishte ëndër. Kishte ndodhur. Arta u ngrit ngadalë, duke u përpjekur të mos e zgjonte të bien. Dhoma e vetme ku jetonin ishte e vogël, me mure kompensate, çati eterniti dhe një dysheme cimentoje të plasaritur. Kishte një lavaman të vogël, një sobë me 2 sy, një frigorifer të vjetër që bënte shumë zhurmë dhe dyshekun ku flinin të dyja. Jashtë, kishte një banjë të përbashkët që e ndanin me 3 familje të tjera të rrugicës. Nuk ishte shumë. Në fakt, nuk ishte pothuajse asgjë. Por ishte ajo që Arta mund të paguante me rrogën e pastrueses. 30.000 lekë në muaj, duke punuar 10-12 orë në ditë, 6 ditë në javë. Mezi mjaftonin për të mbuluar qiran prej 10.000 lekësh, faturën e dritave, ujin, ushimin. Kur nuk tepronte asgjë. Gjithmonë mungonte diçka. Arta përgatiti një kafe të holluar dhe ngrohu 2 feta bukë të ndenjur në tigan. Ishte mëngjesi. Besa u zgjua nga aroma dhe fërkoi syt, duke u ulur në dyshe. Mirë mëngjes, zemra ime, tha Arta, duke sforcuar një buzëqeshje. Eja të hash. Të dyja hëngrën në heshtje, ulur në dysheme, duke përdorur arka frutash si tavolin. Arta shikonte të bien dhe ndjente një shtrëngim në gjoks. Pas darkës së djeshme, kthimi në atë realitet dhimbte edhe më shumë. Ishte sikur të kishin provuar një botë tjetër, një botë ku nuk mungonte asgjë, dhe tani duhej të pranonin sërish mungesën. Besa, gjithmonë vëzhguese, e vuri re trishtimin në sytë e së ëmës. Mami, je e mërzitur? Jo, bia ime. Pse duhet të jem e mërzitur? Sepse pranuam darkën e atij zotërisë dje. Teze Merita gjithmonë thotë se nuk është mirë të pranosh favore nga të huaj. Arta pshertiu. Teze Merita, fqinja, ishte një grua 60 vjeçare, Eve, që kishte rritur 5 fëmijë vetëm dhe tani kujdesej për nipërit. Ishte e mençur, dyshuese, por kishte zemër të mirë. Dhe kishte të drejtë. Pranimi i favoreve mund të krijonte borxhe, angazhime, pritshmëri. Por Arta nuk pendoi. Nuk mund të pendoi që e pa të bien të lumtur, qoftë edhe për një natë. Ndonjëherë pranojmë ndihmë kur kemi nevojë, Besi. Dhe ne kishim nevojë dje, shpjegoi Arta. Por kjo nuk do të thotë se do të vazhdojmë të kërkojmë më, në rregull. Ishte vetëm një herë. Në rregull, mami. Por thellë, Arta e dinte se nuk mund të pushonte së menduari për atë burr. Genc Leka. Ai kishte qenë i sjellshëm, por kishte diçka më shumë. Diçka në mënyrën se si ai e shikonte Besën, sikur po shihte diçka që e prekte thellë. Arta nuk e dinte se çfarë ishte, por ndjente se ajo nuk ishte thjesht mirësi kalimtare. Ishte diçka më komplekse. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Genci zgjoi në Papafingon e zbrazët me një ndjesi të çuditshme. Kishte fjetur më mirë se në muajt e fundit. Nuk kishte parë ëndrat e këqija të zakonshme, nuk ishte zgjuar në mes të natës me mendjen plot shqetësime. Kishte fjetur thellë dhe kur u zgjua, gjëja e parë që i erdhi në mendje ishte imazhi i Besës që i përqafonte këmbën. Ai u ngrit, shkoi në kuzhinë dhe përgatiti një kafe të fortë. U ul në tryezën ku, disa orë më parë, kishte ngrënë darkë me Artën dhe Besën. Apartamenti dukej edhe më i zbrazët tani. Më i heshtur. Më i ftohtë. Genci mori celularin dhe, pothuajse pa menduar, hapi aplikacionin e mesazheve. I shkroi një mesazh Elirës, sekretares së tij ekzekutive. Më duhen informacione për një punonjëse me emrin Arta. Punon në pastrimin e godinës. Dua të di adresën e saj dhe nëse ka fëmijë të regjistruar. Elira u përgjigj disa minuta më vonë. Mirëmëngjes, zoti Leka. Do ta verifikoj dhe ju kthej përgjigje së shpejti. Genci piu kafen duke parë nga dritarja.
Ishte dita e Krishtlindjeve. Trafiku ishte më i lehtë se zakonisht, rrugët kishin më pak lëvizje. Ishte një ditë kur njerëzit duhet të ishin me familjet e tyre, duke festuar, duke qenë të lumtur. Por ai ishte aty vetëm, duke menduar për një grua dhe një vajzë që mezi i njite. Pse i bëhej vonë? Nuk kishte kuptim. Ai kishte ndërtuar një perandori pikërisht sepse ishte pragmatik, racional, sepse nuk i linte emocionet të ndërhynin në vendime. Por kishte diçka në atë situatë që e shqetësonte. Nuk ishte mëshirë. Ishte diçka tjetër. Ishte sikur, duke parë artën dhe besën, ai të kishte parë diçka që e njite. Diçka që i kujtonte veten. Kur arbëri ishte ende gjallë, Genci kishte qenë ndryshe. Më i lehtë. Më njerëzor. Arbëri ishte 5 vjet më i ri dhe kishte një personalitet magnetik. Ishte gazmor, optimist, gjithmonë shihte anën e mirë të gjërave. Genci kujdesej për të, e mbronte dhe në këmbim merrte atë dritë që arbëri rrezatonte. Por arbëri kishte ikur. Duke udhëtuar në autostradë, duke u kthyer nga një udhëtim fundjavë, një kamion humbi kontrollin dhe hyri në korsinë e tij. Arbëri nuk pati kohë të shmangej. Humbja ishte e menjëhershme. Dhe me të, Genci humbi edhe dëshirën për të ndjerë çfarëdo qoftë. Ndërtoi mure rreth zemrës. U fokusua në punë, në shifra, në sukses. Dhe funksionoi. Kompania u rrit, parat erdhën, pushteti gjithashtu. Por vetmia u rrit bashkë me to dhe pak nga pak, Genci u bë një version i zbrazët i vetvetes. Një burr i suksesshëm por bosh. Deri kur, natën e kaluar, një vajzë 5 vjeçare i përqafoi këmbën dhe e falenderoi për darkën. Dhe ai përqafim theu një të qartë të vogël në murin që ai kishte ndërtuar. Celulari vibroi. Ishte Elira. I gjeta të dhënat, zotëri. Arta Dervishi, 32 vjeç, punon me ne prej 8 muajsh. Rroga 30.000 lekë në muaj. Ka një vajzë të regjistruar, Besa, 5 vjeç. Adresa, Rruga e Luleve, numër 423, Kombina. Është një adresë në zonë informale. Genci e lexoi mesazhin 2 herë. 30.000 lekë. Ishte më pak se sa shpenzonte ai për një vakt të vetëm në restoran. Ishte më pak se sa kushtonte kafeja që pinte çdo ditë. Ajo grua mbante një vajzë me 30.000 lekë në muaj në Tiranë, një nga qytetet më të shtrenjta të Shqipërisë. Ai e dinte se nuk duhej të përfshihej. E dinte se kjo mund t'i komplikonte gjërat, të krijonte pritshmëri, të gjeneronte probleme. Por kishte diçka më të fortë se arsyeja, diçka që nuk arrinte ta injoronte. Një zë brenda tij që i thoshte, bëj diçka. Genci u vesh me shpejtësi. Pantallona jeans, bluzë polo, atlete. Mori çelsat e makinës dhe zbriti në garazhin e godinës. Kishte një Mercedes të zi të parkuar në vendin e rezervuar, por sot nuk ishte ditë për makinë luksoze. Mori SUV-in më diskret që kishte dhe doli nëpër rrugët ende të zbrasta të Tiranës. Udhëtoi pa drejtim për disa minuta, duke menduar. Çfarë do të bënte? Nuk mund të shfaqej thjesht në shtëpinë e artës. Do të ishte ndërhyrje e çuditshme. Por në të njëjtën kohë, ndjente se duhej të bënte diçka. Diçka konkrete. Kaloi para një dyqani lodrash që, për mrekulli, ishte hapur edhe pse ishte dita e Krishtlindjeve. Parkoi dhe hyri. Dyqani ishte i vogël, por i organizuar mirë, me rafte plot kukulla, makina, lojra. Genci pa përreth, pa ditur saktësisht se çfarë kërkonte. Një shitse iu afrua. Mund t'ju ndihmoj? Po kërkoj një dhuratë për një vajzë 5 vjeçare, tha Genci. Diçka specifike? Nuk e di. Diçka që do t'i pëlqej. Shitësja buzëqeshi. Të gjitha vajzat e kësaj moshe i adhurojnë kukullat. Kemi këtë këtu, shikoni, është një kukull lecke shumë delikate. Dhe kemi edhe këto lojrat me kuba që janë edukative. Genci pa kukullën prej lecke. Ishte e thjesht, me një fustan me lule, flok leshi dhe një buzëqeshje të pikturuar në fytyrë. Nuk ishte kukulla më e shtrenjtë e dyqanit, as më modernia. Por kishte diçka të veçantë tek ajo. Diçka mikpritëse. Do ta marr këtë, tha ai. Zgjedhje e shkëlqyer. Dëshironi ta mbështjell për dhuratë? Ju lutem. Ndërsa shitësia mbështillte kukullën me letër shumë ngjyrëshe, Genci ndjeu një ankth në rritje.
Çfarë po bënte? Të blinte një dhuratë për një vajzë që mezi e njihte? Kjo ishte çmenduri. Por në të njëjtën kohë ndjente se ishte gjëja e duhur për të bërë. Pagoi, mori paketimin dhe u kthye në makinë. E vendosi dhuratën në sediljen e pasagjerit dhe qëndroi aty me duart në timon duke menduar për hapin tjetër. Të shkonte në shtëpinë e Artës do të ishte tepër. Por po sikur të kthehej në godinë dhe ta linte dhuratën atje, Arta do të punonte përsëri të hënën me siguri. Mund ta linte dhuratën te roja i sigurisë me një shënim. Por jo. Kjo ishte tepër e ftohtë. Tepër distante. Nëse do ta bënte këtë, duhej ta bënte siç duhet. Duhej ta dorëzonte personalisht. Genci mori celularin dhe i telefonoi përsëri Elirës. Dua të zbulosh nëse Arta punon sot. Sot? Janë Krishtlindje, zotëri. E di. Por mund të ketë qenëroje ose të ketë turn shtesë. Zbuloje, të lutem. Elira i telefonoi 10 minuta më vonë. Ajo nuk punon sot. Është pushim deri të hënën. Faleminderit. Genci e mbylli telefonin dhe mbeti duke parë dhuratën në sediljen pranë tij. Tani nuk kishte justifikim. Nëse donte t'ia jepte dhuratën Besës, do të duhej të shkonte në shtëpinë e saj. Do të duhej të ndërhynte në atë hapësirë, në atë privatësi. Por diçka brenda tij, ai zë këmbëngulës, i thoshte, shko. Ai futi adresën në GPS dhe filloi të udhëtonte. Doli nga zona e pasur e bllokut, kaloi unazën dhe hyri në zonën e kombinatit. Skena ndryshoi gradualisht. Godinat e larta dhe me xhama u zëvendësuan nga shtëpi të thjeshta, baraka, rrugë të pasfaltuara. GPS e çoi deri në kombinat, një lagje informale, ku shtëpit ishin ndërtuar njëra mbi tjetrën, me tela elektrik që kryqëzonin qiellin si rjeta merimangash. Genci e parkoi makinën në një rrugë kryesore dhe vazhdoi në këmbë, duke ndjekur udhëzimet e GPS-it. Rruga e luleve ishte në të vërtetë një rrugicë e ngushtë, pa asfalt, me pellgje ujë të ndotur dhe plera të grumbulluara anash. Shtëpit ishin baraka druri dhe tullash pa suvatuar, me çati të improvizuara dhe dyrë të vjetra. Ai ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Arta dhe Besa jetonin aty. Në atë vend ku mungonte gjithçka. Ku nuk kishte siguri, kanalizime, infrastrukturë. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga e tija. Dhe prapse prap, atë natë Krishtlindjesh, Arta kishte ruajtur dinjitetin, edukatën, respektin. Gjeti numrin 423. Ishte një barak kompensate, me një derë jeshile të zbeth dhe një dritare të vogël me një perde cope me lule. Genci qëndroi para derës duke mbajtur dhuratën, pa ditur nëse duhej të trokiste apo jo. Para se të mund të vendoste, dera u hap. Arta u shfaq me një legen me rroba në dorë dhe mbeti e paralizuar kur e pa. Zoti Leka. Genci gjithashtu mbeti pa lëvizur për një çast. Përshëndetje, Arta. Çfarë po bëni këtu? Pyeti ajo, e hutuar dhe qartësisht e zënë ngushtë. Si e gjetët adresën time? Unë më fal. E di që është ndërhyrje. Por solla diçka për Besën, Genci ngriti paketimin duke treguar dhuratën. Arta pa paketimin dhe pastaj Gencin me sytë e zgurdulluar. Nuk kishit pse ta bënit këtë. E di. Por doja. Në atë moment, Besa u shfaq pas ëmës duke përgjuar. Kur pa Gencin, sytë e vajzës u ndriçuan. Është zotëria i darkës, thiri ajo e gëzuar. Genci buzëqeshi. Përshëndetje, Besi. Solla diçka për ty, ai zgjati dhuratën. Besa pa të ëmën duke kërkuar leje. Arta ishte e dyzuar. Të pranonte këtë ishte të kaloje një kufi. Ishte të shndërroje mirësinë e një nate në diçka më të madhe. Por si t'ja mohonte të bijës? Si të thoshte jo kur Besa tashmë kishte atë shkëlqimin në sy? Në rregull, mund ta marrësh, tha Arta me zë të ulët. Besa e mori paketimin me kujdes, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. E hapi ngadalë duke e grisur letrën me delikatesë dhe kur pa kukullën prej lecke, lëshoi një britm gëzimi. Një kukull. Mami, shiko, një kukull. Arta ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Ajo kur nuk kishte arritur t'i blinte një kukull së bijës. Kur nuk I kishin tepruar para për këtë.
Dhe tani, aty ishte ai burr, praktikisht një i huaj, duke i dhënë Besës atë që ajo kur nuk kishte mundur t'i jepte. Besa e përqafoi kukullën fort dhe pastaj vrapoi te Genci, duke i përqafuar përsëri këmbën, ashtu siç kishte bërë natën e kaluar. Faleminderit, 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 përsëriti ajo, me zërin që i gufonte nga lumturia. Genci, edhe një herë, nuk dinte çfarë të bënte. Por këtë herë, u ul deri në lartësinë e vajzës dhe i bëri një përkëdhelje në flokë. Asgjë, Besi. Kujdesu mirë për të, në rregull? Do të kujdesem për gjithmonë. Genci u ngrit dhe pa artën. Ajo po qante në heshtje, lotët i rridhnin në përfytyr pa bërë asgjë për t'i fshirë. Më fal, nuk doja të lija kështu, tha ai, i shqetësuar. Arta tundi kokën, duke u përpjekur të gjente fjalë. Ju nuk e dini se çfarë do të thotë kjo për të. Për ne. Unë kur nuk kam arritur t'i jap asgjë të tillë vajzës sime. Nuk ka nevojë të falenderoni. Por kam nevojë, po. Ju nuk kishit asnjë detyrim ta bënit këtë. Dhe prap e bëtë. Pse, pyeti Arta, me zërin që i dridhej. Genci hezitoi. Nuk dinte si ta shpjegonte. Si të thoshte se të shihte Besën të lumtur kishte ndezur diçka brenda tij që ishte shuar prej vitesh. Si të shpjegonte se ajo vajzë kishte prekur një pjesë të shpirtit të tij që ai e mendonte të vdekur. Sepse doja ishte gjithçka që arriti të thoshte. Pati një heshtje të sikletshme. Genci pa përreth duke parë varfërinë e vendit, ashpërsinë e asaj jete. Donte të bënte më shumë. Donte të ndihmonte vërtet. Por e dinte se duhej të ishte i kujdesshëm. Nuk mund të shfaqej thjesht duke ofruar para. Kjo do të lëndonte krenarinë e Artës. Ai e dinte këtë. Mund të hyj, pyeti Genci. Arta rrudhi syt, e habitur. Këtu? Ju doni të hyni këtu? Nëse më lejon. Arta pa brenda barakës, varfërinë e ekspozuar, dyshekun në dy sheme, mobiljet e pakta të improvizuara. I vinte turp. Por në të njëjtën kohë, diçka brenda saj donte ta linte të hynte. Donte t'i tregonte se, pavarësisht gjithçkaje, ajo e mbante atë hapësirë të pastër, të rregullt, dinjitoze. Mund të hyni, tha ajo, duke u larguar nga dera. Genci hyri dhe ju desh të ulte kokën për të mos u përplasur me pragun e ulët. Brendësia ishte edhe më e vogël se sa dukej nga jashtë. Gjithçka zinte vend në një dhomë të vetme, zona e gjumit, kuzhina e improvizuar, një cep me disa lodra të vjetra të Besës. Por ishte e pastër. Pa asnjë të medh. Arta e kishte shndërruar atë varfëri në diçka dinjitoze përmes rregullit dhe kujdesit. Është e vogël, por është e jona, tha Arta, duke u përpjekur të fshihte turpin. Është e mirë mbajtur, tha Genci, dhe ishte e vërtetë. Bën një punë të mirë këtu. Bëj ç'të mundem. Besa ul në dyshek dhe filloi të luante me kukullën, duke krijuar tashmë histori dhe dialog imagjinar. Genci dhe Arta qëndruan në këmbë, pa ditur saktësisht se çfarë të thoshin. Besa shkon në shkollë, pyeti Genci pa pritur. Arta e shmangu shikimin. Ende jo. Nuk kam gjetur vend. Po sikur të ndihmoj me këtë? Arta e pa, dyshuese. Si kështu? Kam kontakte. Mund t'i gjej një vend në një shkollë të mirë. Publike ose private. Private nuk mund ta paguaj, zotëri. E paguaj unë. Arta u zbe. Jo. Jo, ju keni bërë mjaft. Nuk mund të pranoj më asgjë. Pse jo? Sepse nuk dua t'i kem borxh askujt. Sepse kjo krijon angazhime. Dhe sepse nuk e di se cilat janë qëllimet tuaja, tha Arta, me zërin të fortë pavarësisht frikës. Genci e kuptoi dyshimin. Qëllimi im është të ndihmoj një fëmijë të marrë arsim. Vetëm kaq. Nuk dua asgjë në këmbim, Arta. Nuk pres asgjë nga ty, vetëm dua që Besa të ketë shansin që meriton. Arta ndjeu barrierën që kishte ngritur të fillonte të çahej. Por nuk është e drejtë. Pse ju bëhet kaq vonë për ne? Ne nuk jemi askushi për ju. Ju nuk jeni askushi, tha Genci, dhe kishte një intensitet në zërin e tij që Arta nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Ju jeni të rëndësishme. Nuk di ta shpjegoj pse. Por jeni. Arta mbeti në heshtje, duke e përpunuar këtë.
Kishte sinqeritet në fjalët e tij. Mund ta ndjente. Por prap se prap ishte e frikshme. Ishte e rrezikshme të varej nga mirësia e dikujt. Jeta e kishte mësuar se njerëzit bënin favore duke pritur diçka në këmbim. Gjithmonë. Duhet të mendohem, ishte gjithçka që tha. Genci tundi kokën. Në rregull. Mendoje. Por oferta mbetet. Ai qëndroi edhe disa minuta, duke luajtur me besën, duke i bërë pyetje për kukullën, duke dëgjuar historik që vajza shpikte. Dhe pak nga pak, Arta u qetësua. E kuptoi se ai nuk kishte qëllime të dyta. Ose të paktën, jo qëllimet e dyta që ajo i druej. Kur Genci më në fund u përshëndet dhe iku, Arta mbeti në derë, duke e parë të ecte nëpër rrugicë drejt makinës. Besa ishte brenda, e përqafuar me kukullën, duke kënduar me zë të ulët. Arta e mbylli derën dhe mbështeti ballin në dru, duke marrë frym thellë. Çfarë po ndodhte? Kush ishte ai burr? Pse i bëhej vonë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë duhej të bënte ajo? Nuk kishte përgjigje. Por për herë të parë pas shumë vitesh, Arta ndjeu diçka që kishte harruar se çfarë ishte. Shpresë. Ndjesinë se ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat mund të ishin ndryshe. Se kishte një rrugdalje nga ajo jetë mungese dhe dhimbjeje. Atë natë, Arta u shtri pranë besës në dyshekun e hollë. Vajza flinte e përqafuar me kukullën, një buzëqeshje e qetë në fytyrë. Arta pa të bien dhe bëri një premtim në heshtje. Nëse ai burr po i ofronte një mundësi besës për të pasur një jetë më të mirë, ajo do ta pranonte. Edhe me frikë. Edhe me pasiguri. Sepse dashuria e nënës ishte më e madhe se krenaria. Dhe ndërsa Arta merrte këtë vendim, në anën tjetër të qytetit, Genci ishte ulur në divanin e papafingos, duke parë pemën e Krishtlindjeve. Mendonte për besën, për përqafimin, për buzëqeshjen. Mendonte për Artën, për forcën e asaj gruaje, për dinjitetin e heshtur që ajo mbante. Ai kishte marrë një vendim gjithashtu. Nuk do t'i jepte thjesht një kukull dhe të ikte. Do të bënte më shumë. Do të siguronte që ajo vajzë të kishte fëmijërinë që meritonte. Dhe në këtë proces, ndoshta do të arrinte të rikuperonte diçka që e kishte humbur prej kohësh. Ndoshta do të arrinte të kujtonte se si ishte të ndjeje se jeta jote kishte një qëllim përtej grumbullimit të parave. Një qëllim të vërtetë. Një qëllim njerëzor. Janari erdhi duke sjell vapën e Tiranës dhe ndryshime që Arta kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Të hënën e parë të vitit, ajo mori një telefonat nga Genci. Zëri i tij ishte formal, por kishte një ngrohtësi të fshehur pas fjalëve të zgjedhura me kujdes. Arta i gjeta një vend besës në shkollën Rritemi së Bashku, pranë liçenit artificial. Është një shkollë publike me cilësi të shkëlqyer. Mësimi fillon javën tjetër. Arta mbeti e paralizuar, celulari i vjetër i dridhej në dorë. Si arritët ta bënit këtë kaq shpejt? Kam disa kontakte në bashki. Kam ndihmuar me projekte sociale në të kaluarën dhe më kishin një favor borxh, shpjegoi Genci. Besa është regjistruar. Duhen vetëm dokumentet e saj dhe takimi i parë me koordinatoren pedagogjike të mërkurën në 10 të mëngjesit. Por unë punoj në atë orar. Merr leje. Unë e autorizoj. Arta e gëlltiti pështymën. Ju jeni shefi im? Teknikisht, po. Jam pronari i kompanisë. Dhe po të jap leje për të çuar vajzën tënde në shkollë. Pati një pauzë. Arta e dinte se duhej të falënderonte, por fjalët nuk i dilnin. Ishte e ndarë mes mirënjohjes dhe frikës se po krijonte një varësi të rrezikshme. Arta, e di që kjo është e çuditshme për ty, e di që nuk beson lehtë. Por betohem se nuk kam qëllime të dyta. Vetëm dua të ndihmoj, tha Genci, sikur po i lexonte mendimet. Pse? Pyeti Arta për herë të dytë. Pse ne? Pati heshtje në anën tjetër të linjës. Pastaj Genci u përgjigj me një sinqeritet që e kapi në befasi. Sepse kur ju pash atë natë në prag të Krishtlindjeve, ju më kujtuat se ende ekziston mirësia në botë. Besa më përqafoi sikur të isha i rëndësishëm. Ka shumë kohë që nuk jam ndjer i rëndësishëm për dikë. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ajo e kuptoi në atë moment se ajo ndihmë nuk vinte nga një vend superioriteti. Vinte nga një vend vetmie. Genci ishte i vetmuar, ashtu si ajo. Dallimi ishte se ai kishte para dhe ajo jo.
por të dy e njihnin dhimbjen e mungesës. Ai të lidhjes njerëzore. Ajo të burimeve për t'i dhënë së bijës atë që meritonte. Në rregull, tha Arta më në fund. Pranoj. Por me një kusht. Cilin? Dua t'ju a kthej. Një ditë. Kur të mundem. Edhe nëse duen vite. Arta, nuk ke nevojë. Kam nevojë, po. Për veten time, kam nevojë. Më lejo ta kem këtë dinjitet. Genci mbeti në heshtje për një moment dhe pastaj ra dakord. Në rregull. Një ditë ma kthen nëse kjo të bën të ndihesh më mirë. Më bën. Pas asaj telefonate, gjithçka filloi të ndryshonte me shpejtësi. Arta e çoi Besën në shkollë të mërkurën. Shkolla, rritemi së bashku, ishte një ndërtesë moderne, me ngjyra, me klasa të mëdha dhe një obor plot me lodra. Besës i mbeti goja hapur kur e pa. Kishte djem dhe vajza të tjera që vraponin, qeshnin, luanin. Kishte mësuese të buzëqeshura, materiale shkollore të reja, libra. Koordinatorja pedagogjike, një zonjë me flokë të thinjura e quajtur Beatrice, i priti të dyja me dashuri. Besa do të përshtatet shumë mirë këtu, tha ajo pasi bisedoi disa minuta me vajzën. Ajo është kurioze, e zgjuar. Do të mësoj shpejt. Arta i nënshkroi të gjitha letrat e nevojshme me duart që i dridheshin. Kjo ishte e vërtetë. E bia do të studionte në një shkollë të vërtetë. Do të kishte mësues, miq, ushqim, uniform. Do të kishte një shans. Kur dolën nga shkolla, Besa nuk pushonte së foluri. Mami, i pe klasat? Dhe librat? Dhe ka një kënd lojërash. Mund të luaj në këndin e lojërave? Mundesh, bia ime. Mund të luash kudo. Atë natë, Arta nuk arriti të flinte. Qëndroi zgjuar duke parë Besën, e cila flinte e përqafuar me kukullën prej lecke që Genci i kishte dhënë. Një pjesë e saj ende kishte frikë. Frikë se kjo do të ishte kalimtare. Frikë se Genci do të zhdukej nga jeta e tyre aq shpejt sa ishte shfaqur. Por një pjesë tjetër, një pjesë që po fillonte të rritej, i lejonte vetes të besonte. Të besonte se gjëra të mira mund të ndodhnin. Se jo gjithçka ishte luftë dhe dhimbje. Javën tjetër, Besa filloi mësimin. Arta e çonte çdo ditë me autobus, një udhëtim prej gati 2 orësh vajtje ardhje. Zgjoheshin në 5 të mëngjesit, merrnin 2 autobus dhe Besa arrinte në shkollë në 8. Në fund të ditës, Arta e merrte vajzën në 5 pasdite dhe bënin rrugën e kthimit. Ishte e lodhshme, por ja vlente. Besa ishte rrezatuese. Kthehej në shtëpi duke treguar për mësimet, miq që po bënte, aktivitetet. Genci u shfaq përsëri në javën e 3 të janarit. Këtë herë, shkoi në godinën ku punonte Arta dhe kërkoi të bisedonte me të gjatë orarit të drekës. Arta u nervozua kur e pa, por ai e përshëndeti me një buzëqeshje të butë. Si po përshtatet Besa në shkollë? Shumë mirë. E adhuron. Nuk pushon së foluri për shkollën. Gëzohem. Po ti? Si je? Arta hezitoi. Jam mirë. E lodhur, por mirë. E lodhur pse? Sepse shkolla është larg. Zgjohemi shumë herët dhe kthehemi në shtëpi shumë vonë. Genci rudhi vetullat. Sa kohë udhëtim? Gati 2 orë për të shkuar, 2 për të kthyer. Çdo ditë? Arta tundi kokën. Genci mbeti në heshtje duke e përpunuar këtë. 4 orë udhëtim në ditë. Arta dhe Besa kalonin 4 orë brenda autobusëve të mbushur plot në trafikun kaotik të Tiranës. Dhe Arta ende punonte 10 orë në ditë. Nuk shkonte. Kjo do ta vriste nga lodhja. Arta, duhet të bëj një propozim, tha Genci pas një momenti. Çfarë propozimi? Po më duhet një recepcioniste e re në zyrë. Ajo që kemi do të transferohet në një qytet tjetër. Rroga është 60.000 lekë me të gjitha përfitimet. Transport, ushqim, sigurim shëndetësor. Dhe orari është nga 9 në 6, nga e hëna në të premte. Pa të shtuna, pa orë shtesë. Arta mbeti në shok. 60.000 lekë? Kjo ishte më shumë se 2 fishi i asaj që fitonte tani. Dhe me orar fiks, përfitime, fundjavë të lirë. Dukej shumë e mirë për të qenë e vërtetë.
Po ma ofroni mua punën, pyeti ajo, e pabesueshme. Po. Nëse e pranon. Por unë nuk kam përvojë si recepcioniste. Kam punuar vetëm në pastrim. Mëson. Është një punë e thjeshtë. Të përgjigjesh në telefon, të presësh vizitor, të organizosh agenda. Ja del. Arta ndjeu lot në sy. Donte ta pranonte dëshpërimisht. Por në të njëjtën kohë kishte frikë. Frikë se kjo ishte një kurth. Frikë se Genci priste diçka në këmbim. Frikë se do të poshtëroj, do të ulej, do të zbulonte se favoret gjithmonë vinë me një çmim të fshehur. Pse po e bëni këtë? Pyeti ajo, me zërin që i dridhej. Pse po më ndihmoni kaq shumë? Genci e pa në sy. Sepse mundem. Sepse dua. Dhe sepse ti e meriton, Arta. Ti punon shumë, kujdesesh për vajzën tënde vetëm, ruan dinjitetin edhe kur gjithçka është e vështirë. Ti meriton të kesh një shans për të jetuar më mirë. Dhe çfarë doni në këmbim? Asgjë. Nuk dua asgjë në këmbim. Vetëm dua që ta pranosh ndihmën pa pasur frikë. Më beso. Të paktën një herë. Arta mbylli syt, duke marrë frym thellë. Ai burr po ja ndryshonte jetën asaj dhe besës. Po i ofronte gjëra që ajo kur nuk i kishte imagjinuar. Një punë më të mirë, një rrogë dinjitoze, përfitime. Dhe nuk kërkonte asgjë në këmbim. Ishte e vështirë të besoj. Por duke parë Gencin, sinqeritetin në fytyrën e tij, Arta vendosi të bënte një hap besimi. Pranoj, tha ajo, me zërin të fortë. E pranoj punën. Genci buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e vërtet që ja ndriçoi fytyrën. Shkëlqyeshëm. Ti fillon të hënën tjetër. Do t'i kërkoj Elirës, sekretares sime, të japë të gjitha detajet. Dhe kështu, jeta e Artës ndryshoi përgjithmonë. Të hënën pasardhëse, ajo u paraqit në zyrën e Leka Investime, në katin e 15 të godinës ku më parë pastronte dyshemen. Elira, një grua 40 vjeçare, elegante dhe efikase, e priti me profesionalizëm. Ti do të punosh në recepcionin kryesor, shpjegoi Elira, duke i treguar një tavolinë të gjerë me kompjuter, telefon dhe një karrige të rehatshme. Detyrat e tua janë të përgjigjesh në telefonata, të drejtosh vizitorët, të caktosh takime për drejtorët dhe të mbash rregull në hyrje. Është një punë që kërkon vëmendje dhe mirësjellje. Mendon se ja del? Arta pa tavolinën, kompjuterin e ri, pamjen nga dritarja që tregonte bulevardin poshtë. Mund të ndjente ajrin e kondicionuar, erën e kafes së freskët, heshtjen e organizuar të zyrës. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga ajo që njihte. Ja dal, po, tha Arta, duke u përpjekur të tingëllonte e sigurt. Elira kaloi orët e para duke i mësuar Artës si të përdorte sistemin telefonik, si të transferonte telefonata, si të caktonte takime në kalendarin digjital, si të priste vizitor. Arta thifte gjithçka si një sfungjer, duke mbajtur shënime, duke bërë pyetje, duke i kushtuar vëmendje çdo detaj. Në fund të ditës së parë ishte e raskapitur mendërisht, por ishte një raskapitje ndryshe nga ajo që ndjente pasi fërkonte dysheme për orë të tëra. Ishte raskapitja e të mësuarit, e të rriturit, e të qenit në një vend të ri. Genci kaloi pranë recepcionit në mes të pasdites. Si ishte dita e parë? E vështirë, por e mirë, u përgjigj Arta, duke buzëqeshur me turp. Po mësoj. Do t'ja dalësh mban. Jam i sigurt. Dhe ai kishte të drejtë. Arta u përshtat shpejt. Mësoj të përdorte kompjuterin me ndihmën e Elirës, mësoj përmendësh emrat e drejtorëve dhe klientëve kryesor, zhvilloi një mënyrë të sjellshme dhe profesionale për t'u përgjigjur në telefon. Brenda 2 javësh, tashmë ishte rehat në atë pozicion. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Arta u pa në pasqyrën e banjës së zyrës dhe pa diçka ndryshe. Nuk pa vetëm lodhje. Pa një grua që po rilinte. Bleu rroba të reja me rrogën e parë. Asgjë të shtrenjtë, por rroba të denja që e bënin të ndihej e paraqitshme. Bleu një çantë shpine të re për besën me një brirsha që vajza i kishte kërkuar. Arriti të paguante të gjitha faturat në kohë dhe madje i teproi pak. Për herë të parë kishte tepric në fund të muajit. Jo shumë, por mjaftueshëm që Arta të ndjente se po fillonte të dilte nga gropa. Besa po lulëzonte gjithashtu. Vajza ishte bërë e njohur në shkollë, gjithmonë e buzëqeshur, gjithmonë e gjallë.
Sillte vizatime për t'ia treguar së ëmës, tregonte histori për miq, për mësueset. Dhe çdo natë, para se të flinte, falenderonte. Faleminderit, mami, që më fute në shkollë. Është vendi më i bukur në botë. Arta e përqafonte të bien dhe ndjente zemrën t'i gufonte. E gjithë kjo ishte e mundur fal Gencit. Atij burri të çuditshëm dhe të vetmuar që ishte shfaqur në jetën e tyre në prag të Krishtlindjeve dhe kishte ndryshuar gjithçka. Genci, nga ana e tij, po ndryshonte gjithashtu. Ai filloi t'i vizitonte Artën dhe Besën rregullisht. Në fillim ishin vizita të shkurtra, gjithmonë me ndonjë justifikim. Solli materiale shkollore për Besën. Solli rroba që një punonjëse e tij nuk do t'i përdorte më dhe mendoi se Arta mund t'i shfrytëzonte. Solli libra për fëmijë që Besa të praktikonte leximin. Por pak nga pak, vizitat pushuan së qeni për të dorëzuar gjëra. U bën për të qenë i pranishëm. Genci filloi të hante drejt me Artën dhe Besën të shtunave. I çonte të dyja për shëtitje në parkun e madh të Tiranës, ku Besa vraponte në bar dhe Genci e shtynte në lisharse. Shkuan në kopshtin zoologjik, ku Besa u mahnit me majmunët dhe elefantët. Shkuan në akuarium, ku vajza e shtypi fytyrën pas xhamit për të parë peshqit shumë ngjyrësh që notonin. Dhe pak nga pak, u formua një lidhje. Një lidhje që shkonte përtej ndihmës financiare, përtej bamirësisë. Ishte diçka më e thellë. Ishte sikur të tre po ndërtonin diçka së bashku. Një lloj familjeje të improvizuar. Arta e vinte re ndryshimin te Genci. Ai buzëqeshte më shumë. Fliste më shumë. Kishte një shkëlqim në sy që nuk ishte aty më parë. Dhe Besa e adhuronte. E thëriste Xhaxhi Genci, një nofk e dashur që e kishte shpikur vetë. Genci, që kur nuk kishte qenë i afërt me fëmijët, e zbuloi veten duke i pëlqyer ai rol. I pëlqente të dëgjonte historitë e Besës, të përgjigjej pyetjeve të saj të pafundme, të shihte botën përmes syve të saj. Një pasdite të shtune, të tre ishin ulur në barin e parkut, duke bërë një piknik të improvizuar. Besa luante me kukullën prej lecke ndërsa Arta dhe Genci bisedonin. Faleminderit, tha Arta pa pritur. Genci e pa. Për çfarë? Për gjithçka. Që na ndryshove jetën. Kur nuk e kisha imagjinuar se gjërat mund të ishin ndryshe. Dhe tani janë. Nuk ke nevojë të falenderosh, Arta. Kjo ishte e mirë edhe për mua. Si kështu? Genci mbeti në heshtje për një moment duke parë Besën. Isha shumë i vetmuar. Shumë i humbur. Punoja gjatë gjithë kohës, por nuk e dija përse. Grumbulloja para, por nuk kisha me këti ndaja. Dhe pastaj ju njoha ju të dyja. Dhe për herë të parë pas vitesh, ndjeva se jeta ime kishte një kuptim. Arta ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ajo e pa Gencin, e pa vërtet, dhe nuk pa biznesmenin e pasur, as shefin, por një njeri. Një njeri të lënduar, nevojtar, që po përpiqej të rilidhej me botën. Dhe ajo e kuptoi se kjo nuk kishte të bënte me bamirësi. Kishte të bënte me shërim. Genci po shëronte veten duke i ndihmuar ato. Dhe ato po e shëronin atë duke pranuar ndihmën. Ti je shumë i rëndësishëm edhe për ne, tha Arta me zë të ulët. Besa të do dhe unë jam mirënjohëse që je këtu. Genci e pa në sy dhe kishte diçka ndryshe në atë shikim. Diçka që Arta nuk arrinte ta emërtonte, por që e bënte të ndjente një ngrohtësi të çuditshme në gjoks. Ajo e shmangu shikimin me shpejtësi, me frikën se çfarë mund të nënkuptonte kjo. Por para se ndonjëri prej tyre të mund të thoshte diçka më shumë, Besa u kthye me vrap, duke e ndërprer momentin. Xhaxhi Genci, eja të luajmë kapuçash me mua. Genci buzëqeshi dhe u ngrit. Hajde. Por të paralajmëroj se jam shumë i shpejt. Nuk je, bërtiti Besa, duke qeshur, dhe u largua me vrap. Genci vrapoi pas saj, duke u shtirur ngadalë për ta lënë të fitonte. Arta mbeti ulur në bar, duke i vëzhguar të dy. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, i lejoi vetes të ëndërronte. Jo ëndra të mëdha, jo fantazi të pamundura. Vetëm ëndrën se ajo paqe, ajo lumturi, mund të zgjaste. Por jeta, si gjithmonë, kishte plane të tjera. Në fund të marsit, kur gjithçka dukej më në fund e qëndrueshme, kur Arta ishte mësuar me punën e re, kur Besa ishte e lumtur në shkollë, kur lidhja mes të treve ishte e fortë, një kërcënim u shfaq nga e kaluara.
Arta po punonte në recepcion kur mori një telefonat në celularin personal. Ishte një numër i panjohur. Ajo u përgjigj me hezitim. Alo? Arta? Unë jam. Kushëriri yt, Gëzimi. Arta ndjeu gjakun t'i ngri. Gëzimi. Kushëriri i largët që nuk e shite prej gati 7 vitesh. Kushëriri problematik që ishte zhdukur nga familja pas një sër nga Teresash. Kushëriri që kur nuk ishte bërë vonë për të apo për besën. Gëzim, tha ajo, me zërin të tensionuar. Çfarë do? Mora vesh se je mirë me jetë tani. Se po punon në një zyrë luksoze, se vajza jote është në shkollë private. Kush ta tha këtë? Kam kontaktet e mia dhe gjithashtu mora vesh se je lidhur me një burr të pasur. Një biznesmen. Arta mbylli sytë. Dikush e kishte parë me Gencin. Dikush i kishte thënë Gëzimin. Dhe tani ai po telefononte. Dhe ky nuk ishte lajm i mirë. Nuk jam lidhur me askën. Ai është vetëm një mik që po më ndihmon. Mik? Gëzimi lëshoi një të qeshur të thatë. Burri i pasur nuk ndihmon askën falas, Arta. Ai do diçka. Dhe unë jam i shqetësuar për besën. Një fëmijë nuk duhet të ekspozohet ndaj një situate të tillë. Çfarë situate? Nuk ka asnjë situatë. Ka, po. Dhe unë, si afërm gjaku, kam të drejtë të shqetësohem. Madje, po mendoj të kërkoj kujdestarinë e vajzës. Mendoj se do të ishte më mirë për të qëndronte me mua se sa në një shtëpi ku nëna po shet veten te një pasani. Arta ndjeu një val paniku. Gëzimit nuk i bëhej vonë për besën. Kur nuk i ishte bërë vonë. Ai donte vetëm para. Donte të shantazhonte, donte të përfitonte nga situata. Ti nuk do ta prekësh vajzën time, tha Arta, me zërin që i dridhej nga zemërimi. Do ta shohim se çfarë thot drejtësia për këtë, u përgjigj Gëzimi para se ta mbyllte telefonin. Arta mbeti e paralizuar, celulari ende në dorë. Kjo nuk mund të ndodhte. Jo tani. Jo kur gjërat më në fund po përmirësoheshin. Por po ndodhte. Dhe ajo duhej t'i tregonte Gencit. Kishte nevojë për ndihmë. Sepse vetëm pa para për avokat, pa një uri ligjore, ajo nuk do të arrinte të luftonte kundër Gëzimit. Atë natë, Arta i telefonoi Gencit dhe i tregoi gjithçka. Dhe për herë të parë që kur ishin një orë, ajo dëgjoi zemërim në zërin e tij. Ai nuk do ta marrë besën nga ty, unë nuk do ta lejoj. Ditët që pasuan telefonatën e Gëzimit ishin më të vështirat që Arta kishte përballuar që kur njohu Gencin. Kërcënimi qëndronte mbi të si një re e zezë, duke i hequr gjumin, duke i vjedhur oreksin, duke e shndërruar çdo moment paqeje në shqetësim. Besa e kuptoi se diçka nuk shkonte dhe e pyeste vazhdimisht nëse ema ishte sëmur. Arta gënjente, duke thënë se ishte thjesht e lodhur, por vajza e dinte. Fëmijët gjithmonë e dinë. Genci nuk humbi kohë. Të nesërmen në mëngjes pas telefonatës së Artës, ai telefonoi avokat Petrit Kullës, një nga avokatët më të mirë familjar të Tiranës. Petriti ishte një burr 50 vjeçar, tullac, i shkurtër, por me një prani që mbushte çdo dhomë. Kishte zë të fortë dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë të foluri që frymëzonte besim. Takimi u zhvillua në zyrën e Gencit. Arta ishte e pranishme, ulur në një karrige lëkure, me duart e djersitura, zemrën që i rrite me shpejtësi. Petriti dëgjoi të gjithë historinë me vëmendje, duke mbajtur shënime të rastësishme në një blok të verdhë. Ky Gëzimi ka precedent penal, pyeti Petriti kur Arta mbaroi së treguari gjithçka. Nuk e di. Ai gjithmonë ka qenë pak i ngatëruar, por kur nuk e kam ditur nëse ka qenë i burgosur apo diçka e tillë. Petriti pa Gencin. Mund ta hetoj. Nëse ai ka ndonjë histori që komprometon integritetin e tij, kjo do të rëndoj shumë kundër kërkesës për kujdestari. Hetoje, tha Genci menjëherë. Dua të di gjithçka për këtë njeri. Ku banon, me çfarë punon, nëse ka borxhe, nëse ka vese, gjithçka. Petriti tundi kokën. Do të më duhen gjithashtu dokumentet e Artës. Vërtetim të ardhurash, adresë, regjistrimet e shkollës së Besës. Duhet të ndërtojmë një dosje që tregon se fëmia është në një mjedis të shëndetshëm, se nëna ka kushte për të kujdesur për të dhe se nuk ka asnjë kërcënim për mirëqenien e vajzës. Arta ndjeu stomakun t'i kthehej përmbys. Kjo po bëhej shumë reale, shumë shpejt.
Ideja se do t'i duhej të shkonte në gjykat, të provonte se ishte një nënë e mirë, të mbronte të drejtën e saj për të qëndruar me të bien, ishte tmerruese. Genci e vuri re e panikun në fytyrën e saj dhe i vendosi dorën mbi të sajën, një gjest i butë ngushëllimi. Gjithçka do të shkoj mirë, Arta. Të premtoj. Ajo donte të besonte. Por frika ishte më e madhe se shpresa. Në ditët në vijim, Petriti punoi shpejt. E hetoi gëzimin dhe zbuloi informacione të rëndësishme. Kushëriri i Artës kishte një histori të komplikuar. Ishte paditur 2 herë për mospagim borxhesh, ishte i papunë prej 6 muajsh dhe jetonte si favor në shtëpinë e të njohurve. Nuk kishte asnjë strukturë për të rritur një fëmijë. Por ajo që rëndonte më shumë kundër tij ishte një denoncim i vjetër për përfshirje në situata të paligjshme, megjithse kur nuk ishte dënuar zyrtarisht. Me këto informacione, Petriti ndërtoi një mbrojtje të fortë. Arta nuk ishte e pasur, por ishte e punësuar, kishte të ardhura fikse, jetonte në një vend modest por të denjë dhe, më e rëndësishmja, Besa ishte e lumtur, e shëndetshme dhe po ecte mirë në shkollë. Çdo gjykatës me mendje të shëndosh do të shihte se vajza ishte në një mjedis shumë më të mirë me të ëmën se sa do të ishte me një kushëri të largët pa strukturë. Por gëzimi nuk u dorëzua lehtë. Ai e paraqiti kërkesën për kujdestari në gjykat, duke pretenduar se Arta po e ekspozonte Besën ndaj një situate rreziku duke pranuar ndihmë nga një burr i huaj. Insinuoi, ndërmjet rreshtave të procesit, se kishte një marrëdhënie të papërshtatshme mes Artës dhe Gencit dhe se kjo e vinte fëmijën në rrezik. Kur Arta lexoi pretendimet e procesit, ndjeu një poshtërim të thellë. Gëzimi po thoshte, me fjalë formale dhe juridike, se ajo ishte një grua pa karakter, se po shiste dinjitetin e saj përpara dhe rehati. Ishte gënjeshtër, gjithçka gënjeshtër, por ishte aty, e shkruar në letër zyrtare, që kushdo ta lexonte. Arta qau atë natë. Qau për padrejtësinë, për ligësinë, për mizorinë e dikujt që mezi e njihte jetën e saj duke u përpjekur ta shkatëronte kështu. Besa flinte pranë saj, e pafajshme, pa e ditur se e ardhmja e saj po vendosej në gjykata dhe dokumente. Genci shkoi në shtëpinë e Artës atë natë, diçka që ai rrallë e bënte pa lajmëruar. Trokiti në derë dhe Arta e hapi me sytë e kuq dhe të enjtur. Ai nuk tha asgjë, thjesht e përqafoi. Dhe Arta i lejoi vetes të shfrynte, duke qarë në shpatullën e tij, duke lëshuar të gjithë frikën dhe zemërimin e grumbulluar. Nuk do ta lejoj ta marr Besën nga ty, tha Genci, me zërin të fortë kundër kokës së saj. Betohem për gjithçka që është më e shenjtë. Ai nuk do t'ja dalë. Arta u largua pak, duke parë fytyrën e tij. Pse po e bën gjithë këtë? Pse të bëhet kaq vonë? Genci hezitoi. Ishte një pyetje që ja kishte bërë vetes shumë herë. Në fillim kishte menduar se ishte thjesht mirësi, thjesht dëshirë për të ndihmuar dikë në nevojë. Por gjatë muajve kishte kuptuar se ishte shumë më tepër se kaq. Kishte të bënte me të qenit pjesë e diçkaje. Kishte të bënte me të pasurit një arsye për t'u zgjuar në mëngjes. Kishte të bënte me dashurinë. Jo dashurinë romantike të filmave, por një dashuri të thellë, të vërtetë, që vinte nga të bërit vonë sinqerisht për mirëqenien e dikujt. Sepse ju më shpëtuat, tha Genci më në fund. Ju nuk e dini, por më shpëtuat. Isha kaq i humbur, Arta. Kaq bosh. Dhe pastaj ju njoha ty dhe Besën, dhe ju më dhatë diçka për të jetuar. Kështu që nuk ka të bëj vetëm me t'ju ndihmuar juve. Ka të bëj edhe me të shpëtuar veten time. Arta ndjeu lot të rinj t'i rridhnin në përfytyr, por këtë herë nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin lot mirëkuptimi, lidhjeje. Ajo e mbajti dorën e Gencit fort. Jemi një familje e çuditshme, apo jo? Po. Por është familja më e mirë që kam pasur ndonjëherë. Seanca në gjykatën e familjes u caktua për në fund të prillit. Arta ishte e tmerruar. Kishte kaluar javën e mëparshme duke përsëritur atë që do të thoshte, duke u përgatitur mendërisht, por asgjë nuk dukej e mjaftueshme. Po sikur gjykatësi të mos e besonte? Po sikur gjykatësi të mendonte se gëzimi kishte të drejtë? Po sikur ta humbiste Besën? Genci ishte pranë saj gjatë gjithë kohës. Ditën e seancës, ai e mori në shtëpi herët, e çoi deri në gjykat dhe qëndroi me të në dhomën e pritjes. Petriti ishte gjithashtu aty, duke rishikuar dokumentet, duke e qetësuar Artën. Merr frymë. Je sinqert. Trego të vërtetën tënde.
Gjykatësia do ta shoh se je një nënë e mirë, tha Petriti. Po sikur të mos e shoh. Do ta shoh. Më beso. E bëj këtë prej 20 vitesh. Kur erdhi ora, Arta hyri në sallën e gjyqit me këmbët që i dridheshin. Gjyqtarja ishte një grua në moshë të mesme, me flokët të mbledhur topuz, syze me skele të hollë dhe një shprehje serioze por jo të ashpër. Emri i saj ishte gjyqtare Drita Shala. Gëzimi ishte aty, i shoqëruar nga një avokat shtetëror. Ai kishte një kostum të lirë, të papërshtatshëm dhe një shprehje shqetësimi të rrem në fytyrë. Arta ndjeu zemërim kur e pa. Ati burri nuk i bëhej vonë për Besën. Kur nuk i ishte bërë vonë. Donte vetëm para, pushtet, kontroll. Seanca filloi. Gëzimi foli i pari duke përsëritur pretendimet e procesit. Tha se ishte i shqetësuar për mirëqenien e Besës, se e konsideronte të papërshtatshme që një fëmijë të ishte kaq afër një burri të pasur pa lidhje familjare, se druhej për sigurinë dhe zhvillimin e saj emocional. Petriti i hodhi poshtë çdo pikë me saktësi. Paraqiti dokumentet që tregonin se Arta kishte punë fikse, të ardhura të qëndrueshme, se Besa ishte e regjistruar në një shkollë cilësore dhe po tregonte rezultate të shkëlqyera. Paraqiti gjithashtu informacionet për gëzimin, i pa punë, pa banesë fikse, me një histori problematike. Pastaj ishte radha e Artës të fliste. Ajo u ngjit në tribunën e dëshmitarit me zemrën që i rrite aq fort sa ishte e sigurt se të gjithë në sallë mund ta dëgjonin. Ju kujdeseni mirë për vajzën tuaj, pyeti gjyqtarja, duke shkuar drejt në temë. Kujdesem, po, zonjë. Besa është gjithçka për mua. Unë punoj shumë çdo ditë për t'i dhënë më të mirën që mundem. Dhe për zotin Genc Leka. Cila është natyra e marrëdhënies mes jush? Arta e gëlltiti pështymën. Ai është një mik. Një mik që më ndihmoi kur kisha nevojë. Nuk ka asgjë të keqe në këtë. Zoti Gëzim pretendon se ka një marrëdhënie të papërshtatshme. Nuk ka. Ai më ndihmoi të gjeja një punë më të mirë, më ndihmoi të regjistroja Besën në shkollë. Por kur nuk kërkoi asgjë në këmbim. Kur nuk pati asnjë sjellje të papërshtatshme. Është një njeri me karakter që i bëhet vonë për mirëqenien e vajzës sime. Gjyqtarja bëri edhe disa pyetje të tjera, të gjitha të përgjigjura me sinqeritet nga Arta. Pastaj kërkoi të sillnin Besën në sallë. Vajza kishte qëndruar në një dhomë pritjeje speciale me një psikologe fëmijësh duke vizatuar dhe luajtur. Kur Besa hyri, e veshur me uniformën e shkollës, me flokët të lidhur në 2 gërsheta që Arta ja kishte bërë me kujdes atë mëngjes, gjyqtarja buzëqeshi për herë të parë. Përshëndetje, Besa. Unë quhem Drita. Mund të bëj disa pyetje? Besa pa të ëmën, e cila tundi kokën inkurajuese. Po, zonjë. Të pëlqen të jetosh me mamin tënd? Më pëlqen shumë. Mami është mami më e mirë në botë. Dhe e një xhaxhain tënd Gëzimin? Besa rudhi vetullat. Jo. Kur nuk e kam parë. Gjyqtarja pa Gëzimin, i cili e shmangu shikimin. Dhe e një zotin Genc? E njoh. Ai është xhaxhi Genci. Ai është shumë i mirë. Çfarë bëni bashkë? Shkojmë në park, në kopshtin zoologjik, në akuarium. Ai më mëson gjëra, luan me mua, më ndihmon me detyrat e shtëpisë. Dhe ai ma dha këtë kukull, Besa tregoi çantën e shpinës, ku ishte ruajtur kukulla prej lecke. E dua shumë. E dua edhe xhaxhi Gencin. Gjyqtarja bëri edhe disa pyetje të tjera, por u bë e qartë se Besa ishte e lumtur, e shëndetshme dhe e sigurt. Nuk kishte shenja abuzimi, neglizhence apo ndonjë lloj problemi. Ishte një fëmijë normal, i lumtur, që e donte të ëmën dhe kishte afeksion për Gencin. Pasi Besa doli, gjyqtarja i analizoi të gjitha dokumentet përsëri në heshtje. Heshtja në sallë ishte e rëndë. Arta mezi merrte frym. Më në fund, gjyqtarja hoqi syzet dhe e pa drejt për drejt Gëzimin. Zoti Gëzim, është e qartë se shqetësimi juaj për të miturën nuk është i sinqertë. Ju nuk keni kontakt me fëmijën, nuk kontribuoni në asnjë mënyrë në rritjen e saj dhe nuk keni strukturë për të marrë kujdestarinë e saj. Përveç kësaj, akuzat që keni bërë kundër nënës janë të pabaza dhe duket se kanë motive financiare. Gëzimi u përpoq të protestonte, por gjyqtarja ngriti dorën duke e ndërprerë.
Sa i përket zonjes Arta, vazhdoi gjyqtarja, është e qartë se ju jeni një nënë e përkushtuar, që punoni pa u lodhur për të garantuar mirëqenien e vajzës suaj. Fëmia është i shëndetshëm, i lumtur dhe në një mjedis të përshtatshëm. Fakti që merrni ndihmë nga një mik nuk përbën asnjë lloj parregullësie. Përkundrazi, tregon se ju keni një rrjet mbështetjeje, gjë që është pozitive për zhvillimin e të miturës. Arta ndjeu lotët të fillonin të rridhnin, por këtë herë ishin lot lehtësimi. Prandaj, gjyqtarja goditi me çekiç, e rrëzoi kërkesën për kujdestari. Besa do të qëndrojë nën kujdesin e nënës së saj, Arta Dervishi. Çështja mbyllet. Ishte sikur një peshk prej tonelatash të ishte hequr nga supet Artës. Ajo mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të qante hapur. Petriti i vendosi dorën në shpatull në një gjest urimi. Genci, i cili kishte qëndruar jashtë sallës gjatë seancës, hyri sapo mbaroi seanca dhe e përqafoi Artën. Mbaroi, tha ai, dhe kishte po aq lehtësim në zërin e tij sa edhe në të sajin. Gëzimi doli nga salla pa kthyer kokën pas, i mundur. Arta nuk dëgjoi më kurrë për të. Në muajt që pasuan, jeta e Artës, Besës dhe Gencit gjeti një ritëm të ri. Lidhja mes të treve u forcua edhe më shumë. Genci u bë një prani e vazhdueshme në jetën e tyre, jo si bamirës, por si familje. Arta përparoi në punë. Elira, sekretarja ekzekutive, mbeti e impresionuar me përkushtimin dhe efikasitetin e saj dhe filloi t'i mësonte për fusha të tjera të kompanisë. Arta zbuloi se kishte talent për organizim dhe planifikim. Pak nga pak, përgjegjësitë e saj u rritën. Nuk ishte më vetëm recepcioniste, po bëhej asistente administrative. Besa vazhdonte të lulëzonte në shkollë. Mësueset e lavdëronin për rezultatet, kuriozitetin, mirësjelljen me shokët. Vajza që muaj më parë nuk kishte as çantë shpine si duhet, tani ishte ndër nxënëset më të mira të klasës. Dhe Genci zbuloi diçka për veten që kurrë nuk e kishte imagjinuar. Zbuloi se mund të ishte i lumtur. Mund të zgjohej në mëngjes dhe të ndjente dëshirë për të jetuar ditën. Mund të buzëqeshte vërtet, të qeshte me zë të lartë, të luante. Mund të lidhej me njerëz. Mund të donte. Por kishte diçka të pathënë mes tij dhe Artës. Një tension i mirë, një ndjenjë që rritej në heshtje. Ata prekeshin më shumë. Një përqafim që zgjaste disa sekonda më shumë. Duar që takoheshin kur shtynin Besën në lisharse. Shikime që mbaheshin përtej së nevojshmes. Por asnjëri prej tyre nuk kishte guxim ta emërtonte atë. Deri kur erdhën përsëri Krishtlindjet. Një vit i plot që nga ajo natë në prag të Krishtlindjeve që kishte ndryshuar gjithçka. Arta dhe Besa nuk jetonin më në dhomën me qira në kombinat. Me rrogën më të mirë dhe një kredi që Genci e kishte ndihmuar të merrte me kushte të favorshme, Arta kishte marrë me qira një apartament të vogël, por të denjë pranë liçenit, afër shkollës së Besës. 2 dhoma, sallon, kuzhinë dhe banjë. Kishte mobilje të përdorura, por ishte i pastër, i rregullt, mikpritës. Ishte një shtëpi e vërtetë. Arta e zbukuroi apartamentin për Krishtlindje me atë që kishte. Bleu shirita me ngjyra dhe letër ambalazhi dhe ajo dhe Besa bën yje origami për t'i varur nëpër mure. Bën një pemë të improvizuar me degë që gjetën në park, të zbukuruar me fjongot cope dhe topa të bërë me letër alumini. Nuk ishte luksoze, por ishte bërë me dashuri. Genci u ftua për darkën e Krishtlindjeve. Arta kishte këmbën ngulur. Ti je pjesë e familjes son, i tha. Duhet të jesh këtu. Ai pranoi, më i lumtur se sa e tregoi. Natën e Krishtlindjeve, të tre u ulën në tryezën e sallonit. Arta kishte përgatitur një darkë të thjeshtë por të bollshme. Oriz, fasule, pul të pjekur, përshesh, sallatë. Kishte blerë një panetone dhe lëng rrushi. Nuk ishte darka e të pasurve, por ishte darka e tyre. Dhe ishte e përsosur. Besa, tani 6 vjeç, bëri një dolli me gotën e lëngut, duke e ngritur lart. Dua të bëj një dolli. Arta dhe Genci ngritën gotat e tyre gjithashtu, duke buzëqeshur. Ky ishte viti më i mirë i jetës sime, tha Besa, me zërin plot sinqeritet fëmijëror. Sepse tani ne nuk kemi vetëm shtëpi. Kemi familje. Kemi mamin, që punon shumë dhe më do kemi Xhaxhi Gencin, që është miku ynë për gjithmonë. Dhe kemi njëri tjetrin. Kjo është më e rëndësishme se çdo dhuratë.
Arta ndjeu lotët të vinin përsëri, por ishin lotë të mirë. Genci ishte gjithashtu i emocionuar, me sytë që i shkëlqenin. Ata bën dolli, trokitën gotat, pin lëngun. Dhe pastaj hëngrën, biseduan, qeshën. Besa tregoi për pushimet që do të kishte, për miqtë e shkollës, për librat që po lexonte. Genci tregoi për një udhëtim që donte të bënte në jug, dhe i ftoi të dyja të shkonin bashkë. Arta pranoi, duke imagjinuar tashmë Besën duke parë detin për herë të parë. Pas darkës, Besës i erdhi gjumë. Arta e çoi në dhomë, e ndihmoi vajzën të ndërrohej dhe e vendosi në shtrat. Besa përqafoi kukullën prej lecke, tashmë të vjetëruar nga të luajturit, por ende e dashur. Mami, jam e lumtur, tha Besa, me sytë që po i mbylleshin. Edhe unë, zemra ime. Edhe unë. Natën e mirë, mami. Natën e mirë, Xhaxhi Genci, murmuroi vajza, edhe pse Genci ishte ende në sallon. Arta u kthye në sallon. Genci ishte ulur në divan, duke parë pemën e improvizuar, një buzëqeshje e butë në fytyrë. Arta u ul pranë tij, duke lënë një distancë të vogël mes tyre. Faleminderit që erdhe, tha ajo. Faleminderit që më ftove. Pati një heshtje të rehatshme. Genci pa Artën dhe vuri re se si kishte ndryshuar. Fytyra nuk i kishte më ato rrudha të thella lodhjeje. Syt i shkëlqenin. Ajo buzëqeshte më shumë, qeshte më shumë. Kishte bler rroba të reja, i kishte lënë flokët të rriteshin pak. Ishte e bukur. Gjithmonë kishte qenë, por ai vetëm tani po i lejonte vetes ta shite. Arta, duhet të them diçka, tha Genci pa pritur. Arta e pa, kurioze. Çfarë? Unë nuk jam i mirë me fjalët. Kur nuk kam qenë. Por ky vit që kalova me ty dhe Besën ishte viti më i mirë i jetës sime gjithashtu. Dhe e kuptova se nuk dua që kjo të jetë vetëm një miqësi. Dua të jem pjesë e familjes suaj vërtet. Dua të jem i pranishëm jo sepse ndihem i detyruar, por sepse nuk e imagjinoj dot jetën time pa ju. Arta ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Çfarë po thua? Genci i kapi dorën, duke i gërshetuar gishtat. Po them se jam dashuruar me ty, Arta. Dhe me Besën. Me këtë jetë që kemi ndërtuar së bashku. Nuk ka nevojë të përgjigjesh tani. Nuk ka nevojë të thuash asgjë. Vetëm doja ta dije. Arta mbeti në heshtje, duke e përpunuar. Ajo kishte ndjer diçka të rritej brenda saj gjithashtu, por kishte pasur frikë t'i vinte emër. Kishte frikë se kjo ishte mirënjohje, borxh, konfuzion. Por duke parë Gencin tani, duke i mbajtur dorën, duke ndjer ngrohtësinë, sinqeritetin, e dinte se nuk ishte konfuzion. Ishte dashuri. Një dashuri që kishte lindur nga empatia, kujdesi, prania. Një dashuri e vërtetë. Edhe unë jam dashuruar me ty, tha Arta, me zërin që i dridhej. Por kisha frikë. Frikë se ti kishe vetëm mëshirë për mua. Frikë se kjo nuk ishte e vërtetë. Është e vërtetë, Arta. Është gjëja më e vërtetë që kam ndjerë ndonjëherë në jetë. Ata mbetën duke parë njëri tjetrin dhe pastaj ngadalë u afruan. Puthja ishte e butë, e kujdesshme, plot premtime të pathëna. Nuk ishte një puthje filmi, dramatike dhe e përsosur. Ishte një puthje e dy njerëzve që kishin gjetur te njëri tjetri diçka që po e kërkonin pa e ditur. Kur u larguan, Arta mbështeti kokën në shpatullën e Gencit. Ai i kaloi krahun rreth saj, duke e tërhequr më afër. Qëndruan kështu të përqafuar në heshtje, duke dëgjuar zhurmën e largët të fishekzjarëve në lagje. Kjo nuk do të jetë e lehtë, tha Arta pas një farë kohe. Njerëzit do të flasin. Do të thonë se u martova për interes, se ti ishe budalla, se ne jemi nga botë të ndryshme. Lëri të flasin. Mua nuk më bëhet vonë se çfarë mendojnë njerëzit. Mua po. Por do të përpiqem të mos i vëveshin. Genci buzëqeshi. E zbulojmë së bashku. Pa nxitim. Pa presion. Në rregull. Pa nxitim. Koha kaloi. Genci nuk u transferua menjëherë në apartamentin e Artës. Ata donin t'i bënin gjërat siç duhet, të respektonin ritmin e Besës, ta ndërtonin atë marrëdhënie mbi baza të forta. Por ai ishte i pranishëm çdo ditë. E çonte Besën në shkollë kur Arta kishte mbledhje herët. E ndihmonte me detyrat e shtëpisë. Hante darkë me to disa herë në javë.
Dhe pak nga pak, të tre u bën ajo që gjithmonë ishin të destinuar të ishin, një familje. Jo një familje tradicionale, jo një familje që përshtatej me modelet konvencionale, por një familje e vërtetë. E bërë nga zgjedhja, nga angazhimi, nga dashuria. Besa e quajti Gencin baba për herë të parë në marsin e vitit pasardhës. Ishte pa dashje, gjatë një shëtitjeje në park. Babi shiko atë qenin. Dhe pastaj e kuptoi se çfarë kishte thënë dhe u skuq. Më fal, Xhaxhi Genci. Unë. Genci u ul në gjunjë para saj, me sytë e përlotur. Mund të më quash baba, nëse do të ishte një nder. Vërtet? Vërtet. Besa e përqafoi fort. Atëherë ti je babai im tani. Jam. Dhe ti je vajza ime. Dhe mami yt është. Genci pa artën, e cila po vëzhgonte skenën me lot që i rridhnin në përfytyrë. Mami yt është dashuria e jetës sime. Arta ju bashkua përqafimin. Të tre qëndruan aty, në mes të parkut, të përqafuar, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Dhe rreth tyre, jeta vazhdonte. Njerëz kalonin, fëmijë luanin, qen vraponin. Por për ata të tre, në atë moment, nuk kishte më asgjë. Vetëm dashuria që kishin gjetur te njëri tjetri. Dashuria që i kishte shpëtuar të gjithë. Një vit më vonë, Genci dhe Arta u martuan. Ishte një ceremoni e thjeshtë, në gjendjen civile, me vetëm disa miq dhe kolegë pune të pranishëm. Arta veshi një fustan të bardhë të thjeshtë që e kishte blerë në një dyqan. Besa ishte shoqëruesja e nuses, me një kuror lulesh në kokë. Dhe kur në punësi i gjendjes civile i shpalli Gencin dhe Artën burr e grua, Besa duar trokiti aq fort sa të gjithë në sallë qeshen. Ata u transferuan në një apartament më të madh, në një lagje të mirë, me 3 dhoma, sallon të gjerë dhe një balkon me pamje nga perëndimi i diellit. Besa fitoi dhomën e saj, të cilën Genci e ndihmoi ta dekoronte me letër muri me një brirsha dhe rafte plot me libra. Arta vazhdoi të punonte në kompani, por tani si menaxhere administrative. Kishte bërë kurse nate, ishte kualifikuar, ishte rritur profesionalisht. Nuk ishte më pastruesja e padukshme. Ishte një profesioniste e respektuar. Genci e shiti papafingon e zbrazët ku kishte jetuar vetëm për kaq shumë vite. Nuk i duhej më ajo hapësirë e ftohtë dhe jo personale. Kishte një shtëpi tani. Një shtëpi plot jetë, të qeshura, dashuri. Dhe çdo natë, para se të flinte, Genci hynte në dhomën e Besës për t'i thënë natën e mirë. Vajza gjithmonë e priste atë ritual. Babi, më trego një histori. Dhe ai tregonte. Histori të shpikura për princeshat rime, kalorës të mirë, dragojnë që kishin nevojë vetëm për një mik. Dhe Besa dëgjonte me sytë që i shkëlqenin, e përqafuar me kukullën prej lecke që ai kishte dhënë atë Krishtlindje vite më parë. Pastaj Genci shkonte në dhomën që ndante me Artën. Ajo do të ishte aty duke lexuar një libër ose duke parë diçka në celular. Ai shtrihej pranë saj, e tërhiqte afër dhe qëndronin kështu të përqafuar në heshtje. Dhe Genci mendonte se sa e çuditshme ishte jeta. Si kishte kaluar vite duke ndërtuar një perandori, duke grumbulluar pasuri, duke kërkuar sukses dhe në fund zbuloi se asgjë nga ato nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte kjo. Ky moment. Kjo grua pranë tij. Kjo vajzë që flinte në dhomën tjetër. Kjo familje që ai kishte gjetur në natën më të pamundur. Dhe Arta mendonte se sa e fortë kishte qenë për kaq shumë kohë. Si kishte luftuar vetëm, pa kërkuar ndihmë, pa pritur asgjë nga askush. Dhe sa e vështirë kishte qenë të pranonte se kishte nevojë për ndihmë, se e meritonte ndihmën, se mund t'i besonte dikujt. Por kishte pranuar. Dhe kjo kishte ndryshuar gjithçka. Dhe Besa, në dhomën e saj plot ëndra, flinte e qetë. Sepse kishte një nën që e donte, një baba që e zgjodhi dhe një të ardhme plot mundësi. Dhe sepse e dinte, edhe pa arritur ta shprehte me fjalë, se dashuria e vërtet nuk kishte të bënte me gjakun apo lidhjet biologjike. Kishte të bënte me zgjedhjen. Me të qenit i pranishëm. Me kujdesin. Dhe ajo e kishte këtë. E kishte gjithë këtë. Krishtlindjet pasardhëse erdhën. Ata ishin në sallonin e apartamentit të ri, me një pemë të vërtet, të blerë në një dyqan, të zbukuruar me stoli të bukura.
por në maj të pemës, në vend të yllit tradicional, ishte një nga yjet prej letre që Arta dhe Besa kishin bërë atë Krishtlindje të parë së bashku në apartamentin e vogël. Pse, kishte pyetur Besa kur Genci e vendosi yllin në maj. Sepse ky yll na përfaqëson ne, shpjegoi ai. Nuk është i përsosur. Nuk është më i bukuri. Por është bërë me dashuri. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Arta e përqafoi Gencin nga pas duke mbështetur fytyrën në shpinën e tij. Besa ju bashkua përqafimit duke i mbështjell krahët rreth të dyve. Dhe aty, në atë moment, ata ishin të plotë. Jo sepse kishin gjithçka, por sepse kishin njëri tjetrin. Dhe kjo ishte më shumë se e mjaftueshme. Ishte gjithçka.